E përmend fillimisht një pjesë të ajetit 148 nga surja Baqara. Thot Allahu te baraka wa taala: "Fastabiqul khairat." Dhe ju bëni garoni drejt punëve të mira. Pastaj Imamu Nawawi rahimahullah e përmend ajetin 133 Ali Imran: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Nxitoni, shpejtoni drejt faljes së Zotit tuaj. Nxitoni dhe shpejtoni drejt xhenneteve të Allahut, ku gjërësia e xhenneteve ose gjërësia e qejve dhe tokës. Dhe gjitha këto Allahu i ka përgatitur për njerëzit e devotshëm. Këto dy ajete i përmend autori fillimisht në hyrje të këtij kapitulli. Të dashurit e mi, ky kapitull përmban në vete dy elemente me rëndësi për gjithë ne. Elementi i parë, shpejtimi dhe nxitja drejt punëve të mira. Shpejtimi dhe nxitimi drejt punëve të mira. Dhe e dyta, serioziteti, dhe nuk duhet të kemi asnjëherë hezitime të ngurojmë drejt arritjes së punëve të mira. Shejtani i mallkuar, ju e dini mo, metodat e tij nuk janë gjithmonë me i çu njerëzit në punë të këqija të liga, në gjunën harame. Por ai ndonjëherë zgjedh disa rrugë të tjera, që fillimi i atyre rrugëve nuk është haram, por pastaj në fund ajo rrugë dhe mund të përfundon në haram. Kur jemi tek shpejtimi dhe nxitimi për punë të mira, shejtani mundohet me na prek me një smundje që quhet me dy smundje realisht. Njëra është përtatësia me dembellëk, tjetra është plagështi. Por të dy këto smundje pejgamberi na ka porosit me kërku mbrojtjen e Allahut për këtyre dy gjërave. Dembelia është smundje. Madje mund të jetë smundje edhe më e dëmshme se smundjet fizike, organike. Edhe plagështia. Është normale për njeriu, është normale ndonjëherë me undi i plagështum. Mos me qenë i freskët, i mungon zelli, vullneti, dëshira, edhe serioziteti. Ta shtojmë komponente që bëhen bashkë. Mund të kapët ndonjëherë dhe me prek edhe përtatësia. Por përtatësia edhe dembelloku nuk duhet të ketë vend në karakterin dhe në personalitetin e muslimanit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka lutur Allahun dhul xhelal që me mbrojt Allahu prej dembellokut.